Nga Gjergj Zefi. Për vite me radhë, Arabia Saudite investoi miliarda dollar për të dalë nga cikli i konflikteve rajonale, pas viteve të luftës në Yemen dhe një afrimi diplomatik me Iranin të ndërmjetësuar nga Kina. Riadi zgjodhi zhvillimin ekonomik si prioritet. Vizion 2030 u zhndërrua në projektin kombëtar të princit të kurorës Mohammed bin Salman me synimin për ta transformuar mbretërinë një qendër globale të investimeve, teknologjisë dhe turizmit, por lindja e mesme rrallë ta jep luksin të zgjedhësh vetëm ekonominë. Përshkallëzimi i konfliktit mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit e ka rikthyer Arabinë Saudite në vijën e parë të frontit. Sulmet e rebelëve Houthi ndaj objekteve energjetike saudite dhe kërcënimet e drejtpërdrejta ndaj infrastrukturës strategjike nuk i lanë më hapësirë Riadit të ruante profilin e një aktori të distancuar. Mbretëria po hyn në luftë jo sepse e kërkon, por sepse e konsideron se nuk ka më alternativë. Ky është ndryshimi thelbësor. Arabia Saudite nuk po lufton për zgjeruar ndikimin e saj, por për të mbrojtur sigurinë kombëtare dhe stabilitetin ekonomik. Për një shtet që prodhon një pjesë të konsiderueshme të naftës botërore, çdo sulm ndaj rafinerive, porteve ose korridoreve detare është shumë më tepër se sa një incident ushtarak, është një kërcënim dhe ekonomisë globale. Nga ana tjetër, Irani vazhdon të mbështetet në strategjinë e tij të njohur të luftës përmes aleatëve, Houthit në Yemen, milicit shite në Irak dhe grupet e tjera të lidhura me Teheranin, i japin Republikës Islamike mundësinë të ushtrojë presion ushtarak, pa hyrë domosdoshmërisht në një përballje të drejtpërdrejtë me kundërshtarët e saj. Kjo strategji ka funksionuar për dekada, por sot prodhon një efekt të kundërt, po bashkon gjithnjë më shumë kundërshtarët e Iranit. Arabia Saudite nuk mund lejojë që deti i kuq dhe gjiri persik të shndërrohen në zona ku grupet armatosura vendosin rregullat e lundrimit ndërkombëtar. Një precedent i tillë do të kishte pasojë jo vetëm për Riadin, por për gjithë ekonominë botërore. Në këtë pikë, lufta nuk është më vetëm ushtarake, ajo është një betejë për kontrollin e rrugëve energjetike, për balancën e fuqisë në lindjen e mesme dhe për arkitekturën e ardhshme të sigurisë rajonale. Paradoksi është se vetëm pak vite më parë, Arabia Saudite po ndërtonte ura diplomatike me Iranin. Marrëveshja ndërmjetësuar nga Pekini u konsiderua si fillimi i një epoke të re bashkëjetese. Sot ato ura po shemben nën peshën e raketave dhe dronëve. Për Riadin, dilema nuk është më nëse duhet të reagojë, por deri ku duhet të shkojë. Një përgjigje e kufizuar mund të interpretohet si dobësi. Një përshkallëzim i madh mund të afusë rajonin në një konflikt me pasoja të paparashikueshme. Arabia Saudite po hyn në këtë përballje me detyrim, por edhe me një përcaktim të ri strategjik. Ajo nuk synon më vetëm të jetë fuqia ekonomike e botës arabe, po kërkon të shndërrohet në garantuesen kryesore të rendit rajonal, në koordinim me aleatët perëndimor dhe partnerët e gjirit. Zhvillimet e ditëve të fundit tregojnë se Arabia Saudite tashmë është pjesë e konfliktit. Pyetja shtrohet nëse kjo luftë do të mbetet e kufizuar mes aktorëve rajonal apo do të shndërrohet në përplasjen më të madhe të lindjes së mesme që nga lufta e gjirit. Nëse kjo ndodh, atëherë nuk do të jetë vetëm Arabia Saudite ajo që do të paguajë çmimin. Pasoja do të ndihen nga tregjet e energjisë, ekonomia globale dhe ekuilibri gjeopolitik ndërkombëtar për shumë vite.